I nderuar urat të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në Ungjillin sipas Markut sot lexojmë. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte shumë erët, Jesu u ngritë e doli e shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Pra, në këto vargje kuptojmë një gjë shumë të madhe. Jesu Krishti, biri dhe fjala e Perëndis, i bërë birë njeriu, kishte nevojë të lutesh çdo mëngjes tek Ati. Jesui e kishte zakon që herët në mëngjes, pa aguar dita, ai ngjitej në mal ose në vende të vetmuar, larg turmës për të lutur, duke komunikuar me Atin çdo ditë, para se të vepronte dhe të fillonte punën e tij çdo ditë, sipas vullnetit hyjnor. Sa më tepër ne njerëzit, ne besimtarët, aq më tepër të krishterë, kemi nevojë të lutemi çdo mëngjes. Lutja nuk është thjesht dëshirë, as kënaqësi. Lutja është nevojë, është detyrim shpirtëror, është punë shpirtërore, është shkenca e shkencave, sepse në lutje ne komunikojmë me Perëndin, atë që adhurojnë ëngjëjt papushuar me frikë e me tmerr. Të dashur të krishterë, në qoftë se ne fillojmë një ditë pa lutje, në rutinën e saj, ajo ditë është e kotë. Ajo ditë kur nuk do ketë një përfundim të mirë. Gjithçka do filloj të ngatrohet, gjithçka do filloj të dali jashtë pritshmërisë dhe në fund të ditës ne do jemi të lodhur, do jemi të munduar, do jemi të gabuar dhe themi çfarë ditë tërsi. Nuk ka ditë tërs. Ditët janë të Zotit, janë të bekuara çdo ditë, por dita bekohet kur fillon me lutje. Prandaj këshillohet që herët në mëngjes të gjejmë pak kohë, edhe 5 minuta, të drejtohemi nga Zoti, nga ikonat që kemi në shtëpi, nga lindja siç është tradita e ortodokse, dhe themi një lutje të shkurtër. Mjafton një Ati ynë, mjafton një Zoti Jezu Krisht biri Perëndis mëshiron, e përmbi shenjtë ynin se shpëton, shenjtë i Perëndis që ka ditën që e kujtojmë, lutu për ne, ose themi dhe simbolin e besimit. Dhe e këshillueshme është jo vetëm lutja, por në mëngjes duhet të lexojmë dhe shkrimin e shenjtë, atë çfarë na jep Kisha çdo ditë në kalendarin liturgjik. Sepse ne lutemi Zotit, por i lutemi që Zoti na ndriçojë, na tregoj vullnetin e tij. Ati fliste me birin, dhe kur biri si njëri lutej dhe Ati i thoshte çfarë do të bënte atë ditë në agjendën hyjnore. Edhe neve duhet të dimë kush është agjenda e Perëndis për ne, kush është vullneti i Perëndis për ne. Do thoni juve, sa mirë, ta dëgjojmë, sepse fatkeqësisht ka të krishterë që në vend që të luten dëgjojnë horoskopin, çfarë thon yjet, edhe çfarë thot Zoti. Por ne duhet themi çfarë thot Zoti, që do të thotë lexo shkrimin e shenjtë. Zoti të flet çdo ditë nëpërmjet shkrimit të shenjtë. Duhet ta lexojmë në mëngjes shkrimin e shenjtë. E ka dhënë Kisha. Sot kemi mjete kaq shumë ta komunikimi që askush prej nesh nuk mund të thotë që s'kam mundësi ta lexoj sa të dëgjoj. Madje edhe ata që nuk dinë shkrim e këndim mund ta dëgjojnë shkrimin e shenjtë. Ke radio ngjalljen, ke online, ke të shkruar, ke të dëgjuar, pra ke gjitha format që ti mund ta dëgjosh dhe mund ta lexosh. Sepse Zoti të flet atë ditë me atë pjesë të shkrimit të shenjtë. Dhe do të shikoni, vjeni re këtë, provojeni nga eksperiencat tuaj, që atë që lexoni, ajo do t'ju ndodhi atë ditë. Dhe çfarë do të bëni? Jo çfarë na thot mendja, ose çfarë na thon yjet, ose çfarë na thon njerëzit, por çfarë thot Zoti. Dhe po bëm atë çfarë thot Zoti, çdo gjë do dali mirë dhe ajo ditë do jetë e bekuar. Dhe në fund të ditës ne do falenderojmë Zotin, që dita na vajti mbar, punët tona u përmbushën, dhe mbi të gjitha neve bëm vullnetin e Zotit. Ashtu si Jesu Krishti bënte vullnetin e Atit duke u lutur çdo ditë,
Prandaj keni parasysh të vegjël dhe të mëdhenj, dhe prindrit do të janë shembull për fëmijët, të gjejnë pak kohë në mëngjes të drejtohen lutjes. Pra, do thoni juve, e mëngjesi kalon shumë shpejt, por zgjohu pak më shpejt. Programoje ditën që kështu t'japësh pak vend Zotit në mëngjes. Dhe vazhdon dhe thot, unë gjithi, dhe Simoni dhe ata që ishin me të i vinë nga pas. Dhe kur e gjetën i thanë, të gjithë po të kërkojnë. La ju tha atyre, le të shkojmë në fshatrat afër që të predikojmë dhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Kush ishte misioni i Krishtit? Vetëm të lutej dhe të krijonte një marrëdhënie personale me Atin, një komoditet shpirtëror? Jo. Misioni i Krishtit ishte të thoshte të vërtetën, fshat më fshat, qytet më qytet, dhe të largonte demon. Ky është misioni i kishës. Këtë mision ka kisha. Çdo ditë e lexon fjalën e Zotit, çdo ditë e predikon fjalën e Zotit. Madje një liturgji hynore, siç po bëjmë dhe ne sot, pa predikim është e mangët. Kështu që çdo ditë duhet të ungjillizojmë klerikët, laikët, teologët, katekistët, madje dhe çdo besimtar ungjillizon veten, ungjillizon tjetrin. Prandaj duke dëgjuar, duke lexuar, duke mësuar fjalën e Zotit, ne i bëjmë të mirë jo vetëm vetes, por edhe të tjerët. Dhe vazhdon edhe më poshtë dhe na thuhet. Dhe predikonte nëpër sinagogat e tyre në gjithë Galilen dhe dëbonte demon. Dëbonte demon. Kush ishte misioni i Krishtit? Largonte djallin. Kush është djalli? Që shumë njerëz e kujtojnë ndoshta një gjë imagjinare, një mit që kanë bërë kisha dhe klerikët. Jo. Djalli fatkeqësisht është një angjëll i rënë. Është një ushtri demoniake, një mizëri që kemi rreth e qark, që na luftojnë nga mëngjesin në darkë, nga darka në mëngjes. Por ky ishte misioni i Krishtit, të luftonte djallin, të largonte djallin nga njerëzit. Këtë mision ka kisha. Largon djallin i cili futet në mendjet njerëzore, i çtur mendjet njerëzore, i erson mendjet njerëzore, futet në marrëdhënie shoqërore, i çon njerëzin në konflikte, edhe në konflikte botërore siç po shikojmë sot. Djalli është ai që e bën. Edhe luftrat nuk i bën Zoti. Por kush është misioni që kemi? Të largojmë djallin, e para nga vetja dhe nga të tjerët. Si? Nuk i themi në djallit dik dhe a ikën, se ai s'do të di fare, po në emër të Zotit Jezu Krisht, me fuqinë e lutjes, djalli largohet nga neve. Dhe erdhi tek ai një lebroz, duke u lutur dhe duke rënë gjunjë e duke thënë: po të duash ti mund të më pastrosh. Dhe Jesu i pati dëmshuri, shtriu dorën e preku dhe i tha: po dua, qofsh i pastruar. Dhe poshta tha këto, me një lebra ju shërua. Te Krishti shfaqet një lebroz. Kush ishin lebrozët? Lebra që sot disa nuk e din ishte një sëmundje ngjitse. Fatmirësisht sot ajo është shëruar, gjeti ilaçi. Por në atë kohë quhet sëmundje e shenjtë, sepse shërohet vetëm nga Zoti. Quhet sëmundje për mëkatarët. Njerëzit që mëkatonin, që nuk e zbatonin ligjin, ata largoheshin nga komuniteti, sepse kjo ishte një sëmundje ngjitse dhe sëmundje që tregonte mëkat. Dhe njerëzit ishin dy herë të vuajtur, edhe pse kishin mëkatin, kishin vrasjen ndërgjegje, por dhe largoheshin nga njerëzit dhe nuk mund të bënin shërbesa fetare. Ishin njerëzit e vetmuar, vuanin ferrin në tokë. Por njëri prej tyre kishte dëgjuar që Krishti i shëronte lebrozët dhe mori guxim dhe shkoi afër Krishtit. Prishi dhe atë traditën, atë rregullin, ishte 50 metra një lebroz nuk do të afrojë një njeriu të smur. Por ai u afrua, mori kurajo dhe me besim i tha Krishtit: po të duash ti mund më shërosh. Kishte besim, kishte dhe porursi. Nuk e urdhëroi Krishtin: shërom ti, po të duash ti. Pra këtu mësojmë se dhe neve duhet i afrohemi Zotit, se dhe ne kemi lebër. Do thoni juve: jo më ne jemi të shëndosh, kemi lebrën e shpirtit. Mëkati është lebra e shpirtit. Të gjithë jemi mëkatar. Prandaj vim këtu në kishë që të heqim lebrën e shpirtit. Ku vim? Takojmë priftin? Jo, takojmë Krishtin në mister dhe bashkohemi me Krishtin. Dhe Krishti nuk pati dot për atë. E preku, ligji i Mojsiut ndalonte prekjen. Por Krishti është përmbi ligjin, sepse është dashuri. E preku dhe në moment që e preku u shërua. Çfarë bën Krishti me ne? Na përbus se jemi mëkatar, se kemi lebrën e mëkatit? Jo, e janë tek mua. Dhe na prek. Si na prek? Me anë të lutjes. Na prek me anë të misterit, me mister më të madh që është trupi dhe gjaku i tij. Dhe në moment që Krishti na prek,
ajo bëhet ndjesa e mëkatit. Na shëron nga lebra e mëkatit dhe ne bëhemi të shëndosh. Këtë mision ka kisha ku Krishti është prezent çdo herë, sidomos në liturgjinë hynore. Prandaj të dashur të krishterë, duke marrë pra kaq mësime nga Shkrimi i Shenjtë, kjo është udhëzues për neve. Jo më kot unë zgjata për treguar se sa e rëndësishme është leximi i Shkrimit të Shenjtë dhe takimi personal me Zotin nëpërmjet mistereve të kishës. Amin.